portali 222 po hapet tani, çfarë po shumëzon në jetën tënde? Mirë se vini në këtë hapësirë të shenjtë, ku koha përthyet dhe shpirti merr frym thellë. Sot nuk po flasim thjesht për një datë në kalendar, po flasim për portalin 222, një derë kozmike që hapet rreth 22 shkurtit, një korridor energjie ku universi nuk të jep mrekulli të gatshme, por diçka shumë më të fuqishme, një pasqyrë të qartë të vetes tënde. Ky portal nuk të transformon me magji të jashtme, ai shumëzon atë që ti tashmë ke zgjedhur të jesh. Ai është si një erë e butë që fryn mbi zjarrin që ti vetë ke ndezur, e bën flakën më të lartë, më të ndritshme, më të pathyeshme. Le të hyjmë bashkë në këtë udhëtim, hap pas hapi, me zemër të hapur dhe mendje të qetë. Përshëndetje miq të dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sonë. 1. Çfarë është portali 222? Imagjino një lumë të padukshëm që rrjedh nëpër universit. Ky lumë quhet kohë, por jo koha lineare që ne e njohim. Në disa pika ky lumë përshpejtohet, bëhet më i dendur, më i fuqishëm. Portali 222 është një prej atyre pikave. Ai nuk është një ngjarje e madhe me drita dhe tinguj dramatik. Ai është një shumëzues i heshtur. Si një xham zmadhues që vën në dukje detajet më të vogla të jetës tënde. Nëse po ecën drejt dritës, qoftë edhe me hapa të vegjël, të lodhur, portali e bën atë hap të madh. Nëse po endesh në errësirë duke u mbajtur pas zakoneve të vjetra që të lodhin, ai e bën atë errësirë më të dukshme, më të rëndë, derisa ti vetë të thuash: mjaft. Ky portal nuk të premton pasuri të papritura, dashuri nga hiçi apo shëndet magjik. Ai thjesht merr energjinë që ti po e ushqen tani dhe e kthen në eksponencial. Është si të mbjellësh një far në tokë pjellore kozmike, ajo që mbjell shumëzohet shpejt. Prandaj pyetja nuk është çfarë do të më jap portali, por çfarë po i jap unë portalit? Çfarë po ushqej çdo ditë me mendimet, veprimet dhe ndjenjat e mia? Le ta ndjejmë këtë mbyll syt për një çast. Merr frym thellë. Çfarë ndjen brenda teje tani? Çfarë po rritet? Çfarë po vyshket? Portali 222 po dëgjon përgjigjen tënde. 2-3 ditët kyçe. Le të ecim ditë pas dite, si në një shteg shpirtëror që hapet ngadalë. 21 shkurt, dita e qetësisë që zgjohet. Kjo ditë është si agimi para diellit. Nuk ka ende dritë të fortë, por ajri ndryshon. Vetdia jote fillon të mprehet si te i një shpate të vjetër që sapo është lustrua. Gjërat që më parë dukeshin të turbullta papritmas marrin formë. Ndoshta një kujtim i vjetër kthehet, por jo për të lënduar, për të treguar sa larg ke ardhur. Është dita kur ti fillon të dëgjosh zërin tënd të brendshëm më qartë se zhurmën e jashtme. Mos nxitoni. Qëndron në heshtje. Shiko si mendimet e tua fillojnë të lidhen si perla në një fill. Kjo është përgatitja si të hapësh dritaren në mëngjes dhe të ndjesh erën e freskët para se të dalësh jashtë. 22 shkurt, kulmi, dita e sinkronizmit të padukshëm. Këtu ndodhet magjia e vërtetë. Është si të jesh në qendër të një uragani, jashtë gjithçka lëviz, por brenda ka qetësi absolute. Zgjedhjet bëhen kristal të qarta. Nuk ka më në ndoshta. Ti sheh 2 rrugë para teje me sytë e zemrës, njëra vazhdon si më parë, tjetra kërkon guxim. Sinkronizmi nuk vjen si rrufe, vjen si një seri e vogël rastësish që papritmas kanë kuptim të thellë. Një mesazh nga një mik i vjetër, një këngë që dëgjon në radio, një fjali që të prek thellë. Universi po të flet me gjuhën e jetës tënde. Mos u frikso. Thjesht vëre. Regjistro. Kjo ditë është pasqyra jote më e pastër. 23 shkurt, dita e ngulitjes e ankorimit. Energjia e lartë e djeshmes tani fillon të zbresë në trupin tënd fizik. Si ujë që derdhet në një endë dhe bëhet pjesë e saj. Ndryshimet e brendshme fillojnë të bëhen pjesë e mendësisë tënde të re. Ti mund të ndjesh një qetësi të çuditshme, një forcë që nuk e ke pasur më parë.
Kjo është dita për të bërë një hap të vogël konkret në drejtimin e ri, një vendim i thjesht, një bisedë e sinqertë, një zakon i ri i vogël. Ajo që vendoset këtu, qëndron. Portali po mbyllet, por gjurmët e tij mbeten brenda teje si fara që tashmë kanë mbirë. 3. Kush preket më shumë? Ky portal nuk zgjedh njerëzit me bazë emrin, moshën apo shenjën e horoskopit. Ai zgjohet te ata që gjithmonë e kanë ndjerë botën paksa ndryshe. Ti ndoshta ke qenë fëmia që shite përtej asaj që të tjerët shinin. Ke ndjerë një trishtim të pazakontë për botën, një mall për diçka që nuk e dije çfarë ishte. Ke qenë shpesh i quajtur i ndjeshëm shumë, i çuditshëm ose i pjekur para kohe. Këta njerëz, vëzhguesit e heshtur, ndërrimtarët realist, ata që pyesin pse kur të tjerët thjesht pranojnë, këta preken më fort nga portali 222. Sepse ata tashmë kanë një antenë të brendshme të sintonizuar me frekuenca më të larta. Portali thjesht e shton volumin. Nëse ke ndier ndonjëherë si një i huaj në tokën tënde, ky është momenti kur ti fillon të kuptosh se nuk je i huaj, je vetëm një nga ata që kanë ardhur për të kujtuar. 4. Çfarë duhet të shmangni? Mos u kthe në aktor. Mos vish maskën e shpirtërorit të ditës vetëm sepse data është 22. Universi nuk do performancë, ai do vërtetësi. Nëse brenda teje ka ende zemërim, frikë apo gjykim, mos u mundo ta fshehesh me kristale, meditime të detyruara apo postime mistike. Portali e sheh gjithçka. Dhe mos u kthe në gjuetar shenjash. Mos kaloni ditën duke kërkuar numra 222 kudo, në targa, në fatura, në orë. Kjo është kurthi i egos, të kthesh një proces të thellë shpirtëror në lojë numrash. Shenjat e vërteta vinë natyrshëm, jo sepse ti ndjek me fanatizëm. Lërini të vinë. Besojini procesit. Vërtetësia është qelësi, jo spektakli. 5. Momenti i 2 rrugëve. Kjo është pika më e fuqishme e portalit. Në një çast, ndoshta gjatë një shëtitjeje të thjeshtë, gjatë një nate të qetë, ti do ta ndjesh. 2 versione të jetës tënde shfaqen si 2 filma që luhen njëkohësisht. Në rrugën e parë, vazhdon si më parë. E njëjta punë që të lodh, e njëjta marrëdhënie që të mban peng, e njëjta frikë që të ndalon. Ti e sheh qartë fundin e asaj rruge, jo si ndëshkim, por si pasojë logjike. Në rrugën e dytë, një version ku ti zgjedh ndryshimin. Hapa të vegjël, por të vazhdueshëm. Ti sheh veten më të lirë, më të plot, më të lidhur me qëllimin tënd të vërtetë. Nuk është utopi, është realiteti që mund të ndërtohet me vendime të vogla sot. Portali nuk të shtyn në asnjërin. Ai thjesht e ndes dritën mbi të dyja. Zgjedhja është e jotja. Dhe zgjedhja nuk bëhet me fjalë të mëdha, bëhet me atë që ti bën nesër në mëngjes. 6. Rikthimi i së kaluarës. Pa pritmas mund të shfaqen njerëz nga e kaluara. Një ish, një mik i vjetër, një situatë që mendje se e kishe lënë pas. Mos u frikëso. Kjo nuk është kthim prapa, është një audit shpirtëror. Universi po të sjell prova finale, a ke vërtet ndryshuar? A të prek më kjo gjë si dikur? Shiko si reagon zemra jote tani. Nëse ndjen indiferencë ose dëmshuri pa dhimbje, urime, ke kaluar testin. E kaluara po vjen vetëm për të të treguar se ti je i lirë. Mbyll derën me mirënjohje, jo me zemërim. Falenderoje që të mësoj, pastaj lëre të shkoj. 7. Shenjat e vogla dhe mrekullit. Mos prit rrufe dhe zëra nga qielli. Portali 222 flet me gjuhën e vogël, një bisedë që të bën të qeshesh pa pritmas, një zgjidhje që vjen pa mundim, një ndjenjë paqeje që zgjat më shumë se zakonisht. Këto janë konfirmimet e vërteta, si pikat e shiut që tregojnë se stuhia ka kaluar. Mrekullitë e mëdha shpesh vijnë pas shumë punës së heshtur. Por këto shenja të vogla janë dëshmi se rrugëtimi yt po rregullohet natyrshëm, pa forcë, pa dramë. Përfundimi. Portali 222 nuk zgjedh njerëzit, njerëzit zgjedhin veten përmes tij. Ai nuk të jep rrugën, ai të tregon qartë se cilën po ndjek tashmë. Besoje procesin. Besoj hapat e vegjël që po bën sot.
sepse në këtë portal çdo hap i vogël merr forcën e një kërcimi gjigant drejt asaj që shpirti yt ka ndëruar gjithmonë. Faleminderit që ishe këtu me mua. Merr frymë thellë dhe ec përpara me zemër të hapur. Ne takohemi sërish në shtegun e dritës.